Në vendin që e patën streh për vite i kaluan edhe momentet e fundit të jetës. Nën këtë rënoja, mbetën 13 lopë të cilat nuk arritën të shpëtojnë nga rëshqitja e dhejut në fshatin i vaj të Kaçanikut pas ditën e të shtunës. Rasti ka ndodhur mbrëmë, ka ndodhur ka ora në 4, ka ndodhur për një sekundë sa i kemi pas shy për mbrëmë, gjemti, sa i kanë shy, ku kanë dalë, për s'ka kushtu buas 2-3 minuta është ushem dhevi, pi shivit, pi borës, edhe i ka zonë lopët, 13 copa lopë, i ka zonë. Dikon në blera 25.000 euro dhe përpi, qëto. Uj po dëpërton edhe në pjesën tjetër, ku po qëndrojnë bagëtit që shpëtuan. Kanë pështu një 35 copa pi këtu poshtë, në këtë shtallën qeter, në shtallën e për një 4 copa i kemi në zerë, që 13 copa kanë cofë ketë. E njerëz që e shpëtuan, në trupi mbetën shenjat. Për t'i ndihmuar familjes luta, erdhen edhe fshatarët e tjerë. Sa kena marrë vesh rastin pram, na me njëherë jemi ndalë të këtu dhe ka ndalë kretë banorët me ndihmu, po s'ka pas shka me ndihmu. Kjo në fatësi natyrore, kështu që na ka orë keq, domi ka bën i madh, janë ka me polici, janë ka me të komunës, kanë vizitu, pritë të marrë dhe prej institucioneve tjera. Komuna që për rastin u njoftuan nga policia, thot se kompenzimi mund të bëhet nga Ministria Përkatëse. Komuna jo nuk ka fond që i kompenzon këtë fatkeqësi natyrore për shkak të mundësisë buxhetore që i ka, mirë po ne si komunë formojmë një komision i cili del në vendin ngjarjes dhe konstaton vlerën dhe natyrën e dëmit dhe në këtë rast pronari në fjalë mund të kërkojë kompenzim të nivelit qendror. Nga shembja e dhejut, në këtë familje rrezikohet edhe rrëzimi i shtëpisë.